kom pas një postim ma herët, kom thonë femën me stil nuk është ajo cila kur kalon rrugës i fishklojnë tjertë edhe i flasin. Po është kur kalon e rrugës mbretëron heshtja. Kete ulin kryt pimares, pi turpit. Respektit. Kjo është ajo mbulesa të cilën Islami, e ka porosit edhe i ka urdhëruar gratë. Pra, qëllimi i saj është, kur ka ardhur ajeti i mbulesës, se ka ekzistuar mbulesa, ka thonë kjo është ma let e një orafne fejodhejnë. Që të njithen e të mos fejodhejnë, të mos dëmtohen, ose të mos ju thuhet fjalë. Pse? Që të njifet që është grua e lirë, nuk është robresh. Se gratë e lira janë mbulu. E që njerëzit ta dinë se kjo është vajza dikuj, është gruaja dikuj. Motra dikuj, nuk është lehtë, kjo është grua me mbulesë. Kjo është sot kjo. E kjo është edhe sot. Ti kur e bën atë mbulesën e ngushtë, për trupi, me liginca ose me body ose trupi vizatum. Kush është ai i cili ti, ka kuptu pi veshjes tande se mos më nguc mu, se unë jam me vesh si duhet. Kush e ka kuptu? Cili është dallim? Vetëm se i ke mbulu flokt në krahasim me dikon tjetër, por nuk është kjo arsye e mbrojtjes të, personalitetit tonë. Mbulesa ka ardhur mbrojtje kranarisë të grus, mbrojtje personalitetit saj. Ka ardhur mburoj për ta. Jo që ta mbyll gruan ose ta nënshtron, ta mposht gruan. Ka ardhur si shkak i vlerës që e ka. I reflektimit të madh që ajo e jep kur kalon. Ka aq shumë rrezatim, aq shumë reflektim që për bashortin është pozitive në shtëpi. Që s'duhet ja jep tjerëve. S'duhet tërheq shiqimin e tjerëve. Se ashtu jemi të kriju, gruaja është kriju në tjetër, mund të me ec, e veshur provokativ gjatë rrugës, ama nuk e shef asnjë mashkull, çon jetën e vet. Ama nuk ka mashkull që se shef ata. Dhe për ta mbrojt personalitetin e saj, vlerën e saj, i është caktuar mbulesa. Në çdo moment kur na jemi të veshur dhe nuk e japim këtë reflektim në rrethin ku ecim, atëherë mbulesa jon ka problematika.